Planet për pushime ndonjëherë dështojnë, siç është rasti i shumë shqiptarëve që kishin organizuar udhëtime në disa prej vendeve të lindjes së mesme, kryesisht në Dubai. Por gjithçka u pezullua për shkak të luftës në rajon. Një pjesë e mirë e fluturimeve janë kanceluar, disa kanë kërkuar rimbursimin pasi kanë frikë të udhtojnë në këto momente, disa të tjera kanë shtyr për një datë të mëvonshme, po shohim që rezervimet po ngelen pezull dhe nuk ka shumë kërkesa për momentin, sidomos nga lindja e mesme. Me Abu Dhabi si një nga destinacionet e preferuara për shumë shqiptar, Emiratet e Bashkuara Arabe, por edhe vendet të tjera përreth, zë një pjesë të konsiderueshme të totalit të prenotimeve të turistëve shqiptar. Zë një pjesë shumë të madhe, pasi rezervimet, sidomos nga këtë vende po shtohen, kështu që na prish shumë punë dhe janë ulur si rezervimet, si të ardhurat e biznesit e çdo gjë tjetër. Për shkak të rënjes së kërkesës edhe oferta paketave turistike ka pësuar ndryshime. Për momentin çmimet e paketave ngelen njësoj deri diku në disa vende dhe janë ulur, por njerëzit nuk po interesohen për momentin. Ndërsa tensionet në lindjen e mesme vazhdojnë të krijojnë pasiguri, agjencitë turistike presin që shqiptarët këtë sezon të orientohen më shumë drejt destinacioneve europiane, duke lënë përkohësisht pas udhëtime drejt Gjirit Persik.